kafshët që theren për kurban janë ato që i ka përmend Allahu në surën El-An'am. Në surën El-An'am. Cilat janë kafshët që Zoti ka përmend në surën El-An'am? Ka përmend delet, dhit, lopët dhe devet. Kafshët e tjera nuk bëhen kurban përveç këtyre kategorive. Normalisht që dhit dhe delet vlen për familje, pra si një, ndërsa lopët, gjedhët, pra lopët, bollicat, devet, shërbejnë për 7, pra një 7, kurse delet edhe dhit një. Çfarë moshe duhet të kenë? Delet nuk lejohet nën 6 muaj. Nuk lejohet nën 6 muaj, pra 6 muaj e lartë. Dhit nuk lejohet në 1 vit, pra 1 vit e lartë. Lopët nuk lejohet në 2 vjeç, 2 vjeç e lartë, ndërsa devet nuk lejohet në 5 vjeç, pra 5 vjeç e lartë. Pavarësisht se ne nuk kemi deve këtu shimni, po ideja në fjalë.